kurbani, pe imsha, haj mozalla se pret. Pse Gjibrili ja kënë gjitë dërën për fundi, e këti jam rëkemenja që ju të imshon fët. Një herë e së rëke, një herë e së rëke, një herë e së rëke, kur imsho gurit, atë që e mrehtë të konë thika sa që ju do guri për gjyst. E Gjibrili mini e ka marë, zoti ka thonë, mërë që dash pe i gjeneti, e që ja ven Ismailit tanë. Dashi me tekbir vind të pe i gjenetit, e për që ata që pështej zoti Ismailin me kurban, ajo dit na ka met neve bajram. E tash haqjit atje për çkan të njëjtin vend që atje, gjuajnë gurë, edhe e mitojnë, edhe Ismailin, edhe e mitojnë, Haxherën, po e mitojnë edhe Ibrahimin a.s. Prandaj, ku shukon në haqj, ka qka kallëzë, ai që shukon inshallah zoti ja mundson. Ndryshë është me thonë njëri njëtë për bëj për Allahun e madhëshëm i falë farzën i që nisë ktheva për i kible, e ndryshë është kur t'jesh aty të shish me sytë të këthu, Allah, a jam në që kjo as jam, a që kjo qabja që këmë thonë këtë në herë u drejtova për i saj. Më thonë shpirti stërknaqët. Po për pas kësaj, e shehveni ka nga Haxherja, me lyp uj që s'ka pas uj, se Zoti Gjeleshanu mu thot çdo senin këtë botë i këna dhonë jetë me uj. E Arabia është tokë e djegur, se nën tokë është naftë, benzinë, gazë, tëna këtu, temperaturat e i 50 gradë, e Allahu Azza wa Jall, për me i dhonë ati veni jetë, për me pas haxhit kur shkojnë uj të bëllshëm, edhe uj që është unikatën botë, që është i pashembullt, e kanë bo analizat krejt shtetet e botës, e kanë po që nuk është uj i rëndëm, si kur tjetër ku a i thjerët uj zemzem. E Allahu Gjeleshanu hu, Gjeleshani hu e ka qitë për hatër të gjithë muslimanëve, për në veçantia si huvi për hatër të Ismailit a.s. E kështu që vllazën ndershëm, me shku njëri atje ka gjurmë që prekën edhe shifën me dorë për historinë e lavdishme të Islamit. Po edhe në Arafat ku dalin atje sot është një guri i madh atje kështu në kom, ku taku Hazreti Ademi me Hazreti Havën kur i ka kriju Zoti Gjeleshanu. E ka unë kush je ti? Ka unë Hava. E ti kush je? Ka unë Ademi. Ka unë Zoti më krijoi për. Edhe prej aty fillan loza e njerëzimit. Gjeleshanu se lodhën hall ku kanë herë thonë, a është pula për para, a është veza? Me thonë pula, që shë bo pula? Me thonë veza, e ku shë bo një vezën? E Allahu Gjeleshanu hu që shë ka kriju Hazreti Ademin e Hazreti Havën, e këta dy kur jenë bashku e ndalë fëmija, Allahu ka kriju e gjdo sen, thët, kullu shejin khalakna zawjayn. Gjdo sen këna kriju qefte, ka kriju i pule i kënuës, e në pule e kënuës i tani ka bo vëve, e vëvet kur i bo kanë qelë, edhe mush dynjaja pula. E qështu Zoti Gjeleshanu hu ka kriju i lope i ka, edhe me si përmeni një dele një dash, edhe gjdo sen qështu u shumë dyje. Prandaj vllazën të ndershëm, sot e kësaj dite është shtëpia në të cilin ka lind Muhammed Mustafa a.s. është Kuranotek, këtë na ju thënë bibliotek, se mi abo qefi në Evropës, edhe pse jem në 97% shembull për i bëj musliman, ma shumë me nga ka Biblia, bibliotek, a faktikisht ajo është Kuranotek sot e kësaj dite.